Nuk e pranon, ishte papranueshme, do të thënë të udhëtit humbje me Partizane. Nuk pranon barazimin me Partizane. Jo humbje që nuk bëhej fjalë. Edhe ishim shumë të kujdesshëm që do të thënë kur vite kjo lloj ndeshje mos gabonin. Dhe unë nuk mbaj mend ndonjë fitore tjetër Partizani përveç asaj 3-1 që përmendet ti, 4-1 që ka qenë disa vite më vonë, që nuk kam luajtur atë ndeshje. Do të thënë ka qenë shumë pakta, se përjetohej që jashtëzakonisht shumë keq klub. Po të vim sot është tjetër gjë. Se ti ke ardhur na ke ndjekur, në stërvitjet të Tiranës nuk kishte asgjë të kuqe. As këpucë të kuqe, as çorape të kuqe, as makina nuk ishin të kuqe. Ne ishte të merr, do të thënë Tirana nuk e pranonte hyrjen e kuqe, edhe poshtë, po ta kishte veshur poshtë, thoni që shkon ndrohet dhe mos e vish. Bësha emision, unë edhe kishe, kur je në studio televizive, do gjithmonë diçka kur të shkarkosh pra, ke parasysh ke një lloj kështu. Tension. Po e kanë gjithë, edhe unë kisha Seolapsin, bashkë Seolapsin drejtim, po Seolap digital bikuq, çotar ban Berisha. Ku më ke gjetë as ti? Në drejt syt. Hire tani, syrin tim.